S'po më besohet që sezonën e 6 pjanisim me legjendën shqiptare Naima Bazin. Legjendat janë të mëdha, janë dikun tjetër. Axha Naim. Ne jemi këtu ballë për ballë, dy gjenerata të ndryshme. Spedia jena moce dhe zonat të spatëm rrym dhe ishtar. Koha, me kohë, disa gjëra këto ditë janë të ftofta në gjithë botën, ka probleme energjetike, e të na që s'kemi bërë asgjë që t'i sanojmë e pritshme që me pas. Gjëna që si bu politikanca, pëse po jam me lje full, edhe rrymën të shishmën, që tash pe di pëse miri javë t'ka dorë të në këtë vjetë, jam me lpikoje, a vedin që dhojnë, na i kush kështu në shëshni, për shamull është nuk është shumë i poshëm, po i nëzën këtë femnat. Edhe ati që dhojnë është jam me lpikoje, dhe mi o full jam me lshërbet. Diku fle lepuri, po ku du të me gjithë? Lepurin krevet po fleke, kishë morë një jëgë. Pjanisi pa kështu do pi falenderoj do sponsora, do partnera, gjana em se valloj pa ta s'pomujna, edhe në dhe të se që sojnë këtë lami. Absolutisht, jemi na, janë ata, jemi bashkë, mos me qenë të dy parë. Ne jo ata ato. Mas pari falemderit Modiumit, kompanisë të arkitekturës që ma kanë drejtë të superven, së bashku me Solosin, pra jena ullë në mobilet e Solosit. Ledi nuk ato na bo, po s'ka lidhje me bereqet pjanisëm e para palet që të shkën, e kena Prime Travel, është sponsor, është një kompani turistike ku ju mëni mi bukirat pushimet juaj atë radhës, e kena Qebarin, a Xhanajma e kon Qebar në erme? Qindra herë, në dejtë kështë. E kena dhe kompaninë e sigurimeve Sigal. A Xhanajma e sigurum? A plesh nuk pe sigurojnë? Jo, unë jam i sigurum me një kompani tjetër. Më në Sigal. Sigure e mirien se po ta merë na kur në plesh një kore po me në Sigal ta vojna. E kena dhe Don Julian, është tequila numër 1 në botë, e cila është sponsori joni, e kena një loj me tequil pak ma vonë, të këshyri be harrova na i kanë me përmena Xhanajm, se këtu në podcast qëll jena, mujna me këshyri ka pak edhe telefonin. Zakonisht kër më thirë nona e qeli edhe në nxjerime, se s'guzejmë s'me ja qela Xhanajm. Absolutisht. I pas kam përmen kejt. Në kuadrë të këtyne reality showve të kohrave moderne, podcasti është një lloj reality show. Reality show në veti. Por ndryshë shumë mirë po dokësh. A din këto mi më mirë se veni. Po, falenderit. Allah i lësore ke mjell flëkt. 2 herë. 2 herë. Kur të shkon herën e tretë, ta bujnë si gjitha. A mu pak një varë stili si Elvis Presley me shto me. Pak klasik. Mas harrose, unë jam lindë në kohën Elvis Presley. Në kohën e tij dhe goxha një moshe kemi bë, se ai në 77-ën ka vdek. Dhe ka qenë periudha kur nashta jena sinonimizu bile me këtë energjinë e tij, kemi jetuar, kemi thurë ëndra, kemi ndokët kur i konë qeltë kanë thirrë na jem qeli, është e vërtet? Ja, ajo. A Xhanajm, a qosh në erë për gjumit, edhe e këshyrë mirin edhe thu ku çfarë Don Juani jam. A ki këtë varë ndjenje? Nuk qohem ashtu i befasuar, se jënë bo disa vite dhe nuk është që jam në gopë. Në realitet, në mes në të dyve ekziston një farë dashurie pangopshme, adin kështu, se ekzistojnë elementet e ngopura dhe të pangopura, të na është e pangopshme. Cili është elementi ma i pangopur që e keni? Edhe, sepse unë nuk kam vlejt për Don Juan shumë. Shumë i ri jam njoft me mihrin edhe që aty i kemi ra vull edhe tha, e kur e kuptu ma qështu ku ka po? Që të peqotin. Ja që të peqotin edhe tha pëmojna gjithë jetën. So femna i ke posë shu të njëtën? So femna? Mas më bloko, mas më tot. Plot femra, deri sa nuk e gjeta mihrin. Plot? Plot. Për 10? Jo, ma jo. Jo, më shaka. Mon men femnën e porë që e ke putë. Çfarë, asë një, nuk e kom pas, para mirisë edhe mas mirisë. E tak aty u pshil. Qysh ba Xhanajm pasëll me hongër të njëtën? Se këthejsh dhe pa ka bifteki. Kemi qitë ka njerë. Qëre që të prendë e të jem e mu në diskotekë. Pak më të qitë, pak në shërë. Po da të më po me. Qa është këtë logim kështu. A më interesant për një mesë, jeni konë qifti por i showbizit kështët. Edhe kur pishe këta qiftet të showbizit që po ndreqen e po ndohen e. A më në që kove të fundit do të u bo ma shumë për klikime,
Sikur thamë në emision tha para se me qit një kong po ndohen për frajerit. Ose pe i femnës djem, u bo pak gjë për viralitet. Po, është vërtet, kjo janë momente të kohrave të reja, moderne, në momente të zbulimeve të reja që kanë ardhur si kollaterale që e plotësojnë jetën e njerëzit në forma të ndryshme, kanë ekzistojnë pastaj edhe 999 forma edhe argëtimi, edhe me pa, edhe me përcjell njëri tjetrin edhe me kështu. Në këtë gjë, gjërat gjithmonë kanë qenë gjërat që janë zbulu, gjërat avantgard, më të niveleve më të larta, janë të rralla, janë më pak se duhet kohë për me. Dhe në këtë raport njeriu që u kultivu goxha mirë, edhe video, edhe audio, edhe fizikisht, edhe teknikisht, edhe çdo gjë, fillon kërkesat të gjithëve. Po. Ata duke shku, ma herët e bisedum, duke shku me pa filma, drama, duke pa filma pa fund tonë në televizor, dëgjoni në vitet 90 kanë qenë hit videoklubet në për Kosovë, në për gjithë botën. Po me morë kaseta me marr kaseta video, me i shiku të shtëpia film. Kalon shpejkëm kur se apo ta kthya xhenem. A si ke kthya? Jo. Ne mark dita. Ku do më pas kem bu. Sot ekzistojnë kush e disa mil kanale ku ti mund të shikosh filma. E kam lidhë skeç të llaf se unë do të vish më të vet. Jo ta lidha kështu. Njerëzit e shohin veten aty. Edhe pastaj thot një moment, a çështu po veprojsha unë? Ose nëse nuk po veprojsha unë, si po veproj ka ai tjetri në këtë situatë? Po. Në këtë kërkesë tashi jemi gati të gjithë duam të dalim në atë 4 orin magjik. 4 orin magjik nuk ka met veç aty. Televizori po janë bë shumë. E ki në dorë, e ki në xhep, e ki andej në këndej dhe kjo është. Për me dalte ajo pyetja juaj a bëhet edhe për klikime. Jo, neve për shembull edhe gjenerata ime është po ju s'keni pas rrjetet sociale. Jo, ka pas ndarje edhe atëherë kështu po jo në mënyrë të vrrullshme. Tani koncepti për jetën ka ndryshuar. Domethënë njeriu po shkon duke u bën pak a shumë një farë egocentristi për veten e tij, që po du mu qu kur du, me ra kur du, mos mu kushtëzu, ka të vish prej shpije me thirë gruna me ble diçka, ose ka vjen gruja më vonë, ose me qenë sa më i lirë, kështu. Këto janë koncepte që njeriu sa më i zhvilluar që ka shku, kërkesat i ka pas më të mëdha, se njeriu vetë si natyrë është shumë kërkuese. Është edhe shumë krijuese, po edhe shumë kërkuese. Kërkon e ke pa. Nuk mjaftohet me asgjë. Po themi popujt e vendeve baltike, gjithsesi Suedia, Norvegjia, gjithaj niveli i lartë i zhvillimit, edhe janë edhe të pakënaqur. Na jena shumë të kënaqur që jemi më të pazhvilluar, sepse njeriu vetë kërkon. Eto në këtë kërkim mund të jetë tash brenda këtu. Mund të ketë edhe një koncept, hajde po domi se kam e qit një kong, e klikohet ma shumë. Unë një ditë si për shaka thash, dëgjoni, çështja e klikimeve është edhe e kësaj natyre. Nëse don bi fjala del para groundit, e mora se është boshesh aty, i zhvesh pantollat edhe një 2 muaj ti ki me qenë viral. Veç a ki kurajon. Do më thonë, ban gjëra që duken si tabu, dhe kur thehen tabut, interesimi rritet. A më nashta ma mirë që s'ka posë rrjetet sociale, se nashta dhe ishit prish, vazhënem. Po sigurisht, kishim me qenë në qitë nivel. E mundovi miris, kush i merë parët? Jo, i marrin për gjyst. A për gjyst, e kene të kryme. Ligji e thot. A zhënem që so po të bojnë që po kënan? Unë kam fillu të këndoj ma profesionalisht në vitin 1985, jemi në vitin 2025. 1985, jemi vitin 2026. 2026. Jena jemi 3 zhënem. Ja 41. 41 vjetë. Po. A kemi nuna herë me lonë? Unë kam mendu se kjo më le mua, për para se me lonë une. Por... Jo, ty kërkër së për lega. Me që po këndojmë akoma... Po na thrasin akoma. A paguni ma shumë qëtash e qatë herë? Se di çfarë të them. So mark i kene marrë? Jo, ma mirë paguhemi tani. Ma mirë tash, se gjithçka ka lëviz në drejt rritjes, drejt përparimit. Rrit edhe hekri. Po, rrit hekri, armatura, Ketjen rrit. Cimento, rryma.
Cimento si italian e ke thonë, cimento. Cimenti vërtetë. U rrit cimento. Shumë e fortë. Shqip e përdorim fjalën cimento. Edhe dëgjo, neve kemi fitu shumë ma shumë se gjeneratat para neve. Po. Nga skena, nga kënga, nga dasmat, nga mbrëmjet, nga koncertet, gjithsesi kështu. E shoh kjo gjenerata tani fitojnë shumë ma shumë se na. S'tash edhe klikimet, a gjana ka Po, ka shumë mundësi të fitimit. Fiks, janë edhe klikimet, edhe janë, po unë po flas edhe për një pagesë reale, sot paguhen shumë ma shumë. Flasim gjithmonë për ato yjet e klasit të para, dhe kështu që shkojnë ma shtrejt, që janë ma... Ka dhe më shkurcoj mërni. Po jo, varet... Miria 8.002. Ja shkojna bashkë, e thojna barabar. Kështu që, gjërat kanë rrjedhë në drejtim të asaj që... Do nare me shku naj dorë se me unë do burri për grus pa u martu. Mua në lu. Nuk më kanë ndodhë mu, po kam dëgju prej kolegëve që... Ty s'ka ndodhë, Brenda ndasëm, duke këndu ata, kanë thonë, nale muzikën, qau bo, na iku Nusja. Nusja sprint. Nusja sprint, një drejtare. Shumë e rona gjëna e ma. Ndodhë qëka, ja u kështë morë paret ajo. Tu knu, të një 10 minuta ke knu edhe ka ik Nusja. Jo, me të thonë drejtin, unë kam qenë i njohur edhe jam i njohur që jam shumë bashkëpunus në... me 10 herë kam qenë edhe vazhdoj me qenë humanitar në këtë drejtim edhe më duket nuk e shfaq shumë çto, se nuk i shef me fol. E kuptojmë, po dëgjoj se ajo pjesa humanitare është si më thon sadak, si më thon, edhe është për shpirtin tonë. Ti e ke pa që ndihesh mirë kur ja jep aty në semafor edhe 20 cent, megjithatë masit ja u japsh ndihesh mirë. Po 20 cent o 10.000 euro, gjenem. Pak dhe dale me ma, e me tik Nusja djek zemra. Po, sigurisht. A ka ndodhë nërë më të nguz në i dasmore? Dasmore, kështu kushtimisht kemi qenë në 90% të rasteve me mihrien edhe... Jo. I ke pos kom të lidhë. Po, i ke pos kom të lidhë, s'ka pas rrezik. A gjanajem. Po fort e kom thonë qëto, a gjanajem. Unë fillova me udhëheq Telebingon sa po mbaroj lufta në vitin. Telebingo, gjithë kom posë që më në thonë. Sa me nuk më thërë gjithë kërë, a gjanajem. Edhe, s'ka qëllu be? A më thirë shta në telefon, unë në thonë Kur dush, veç pa Telebingo. Jo, që se kena me dollë të Telebingo. Apo do me kalzu në e thëmë për Telebingo? Jo, edhe ata fëmijët e vegjël, unë ndërtova një rubrik. Ajo ka qenë hit edhe në Evropë, në Amerike. Fëmijët e vegjël imitojnë yjet, imitonin Britney Spears, Christina Aguilera, e kështu, fëmijët e vegjël. E unë i thojsha, thuaj xhaxhit, edhe shumë ma herët e ndërtova idenë që më thonë xhaxhin a eme, edhe në axhan a eme, kështu. Bilen ja dy shokët. Baba gjyshri na eme. Bilen ja dy miqtë mit që janë shumë atë vjetër se unë, më thonë axhan a eme, unë urna hoxhe, si thësha. Ta jep të një farë vojme më të thirrojë. Edhe. Do këtë dhe mitëria të thirra axhan a eme. Jo, me gjanajem më thret ajo. Ka me kop lenzat e të nëmirije të mëtëm të të. Une desha me thirra ato, po s'kera ven e gjanajem. E s'desha ku me lonë. E thret veç vetë njëre. Po, kismet u kry. A disha desha me të thonë. Veç nuk e pyt, a ke pas frajera tjerë, se pas taj... Bohet e loshe. Qa me thonë? U kry, nuk e veti. Ka qenë një komedi fantastike me të madhin Faruk Begullin. Edhe një vajzë aty, ajo evokonte kujtimet e saj, ato që ka i ka ndodhe kështu, edhe thëke, kur hinja i njerë, jo, profesor, edhe kur hinja dhonërë më tha, ti, a je prekne, edhe unë e profesor ju përgjigja, si që gjithmonë në është përgjigja, jo! Kër se më ka prek. Edhe na jo! Vesh një plok dilëve në Gjermani, a ke po kër i blen kërët, që thënë, vesh një plok e ka vëzit dilëve. Ajo plok është legendara, janë gjithë... Kërkësh nuk e nje, po eksistën. Ama e fort është. Kur kanë munollë qëto gjirimet e vitit të ri? A menen që u bo bajat? 8 shkurt në orat 12 ditës gjirimet, 3, 2, 1, urime! Dëshysh... Gëzuar viti ri. Shablëm, be? Në është analen, nuk e di, por njerë për njerë janë...
janë ato eksponencat kryesore të argëtimit në ato 3 net që i festojnë, 31, 1 dhe 2. Njerëzit megjithatë akoma pyeten çka kanë bërë, si e kanë bërë, a doli ky, a s'doli ky, a këndoi ky, a s'këndoi ky, a po sa bukur këndoi ky, pa kështu. Akoma njerëzit duket që janë në kërkesa. Mos me thonë krejt trendi, po janë brenda trendit, sepse nuk është bët diçka tjetër që të iket prej asaj. Pse s'bëhet në erdhën e zgjerimi vitit të ri live, për shembull. Live, e me shku live krejt, natën e vitit të ri me shku live. Me që pas ke majt me në Telebingon, në vitin... Live e në konë Telebingon? Live 7 orë natën e vitit të ri kemi shku. 7 orë live e kemi majt program. Kallëzon pak për Telebingon e kujnë konë ideja, qysh kem rrim me konë moderatori emisionet? Ideja ka qenë e atyre që kanë qenë disa zotëri, të cilët kryesisht kanë qenë që kanë punu jashtë edhe jetojnë jashtë edhe propozimi ka qenë i atyne. Bilem, njëri prej tyne ishte mikimi, edhe është mikimi, Shefqeti Bërdema i më tha, Sharaut, tu Shefqetit Bërdema, ja bujna në sharaut. Dhe më tha se ajo ka qenë hit në atë kohë dhe në Evropë. Po. Bile ky formati që lunim ne ishte format suedez, që pregadit, do më thënë, a i sot vera ato, dhe më tha kështu, qata mërmenja me bon. Ajo në atë periud ka qenë hit edhe në Shqipëri, e u dhishtë Ardit Gjebreja, dhe unë sa po kisha qenë musafir me Mihrien në një puntat që pithojnë ata, në një epizod të... Valla e kanë qëto puntat. Po është italiane, puntata. Cimento. Qatë të kënë kënë. Edhe tha, qata mërmenja me boj, thash, duhet shumë para atë, tha. Po, pare duhet, por unë me disa shokët mitë mund të bëjmë. Edhe me udhëheqti, jo, i thash. Unë me të ndihmu me pregadit, krejt ka me të ndihmu e gjitha, po me udhëheqti, jo, i thash, hajtë se flasim me dikan në Ardita, a dikrasta, nga këto të Shqiprisa, në kështu, dhe tha, jo, më, tha, unë të kom pasi udhëheqti koncertet e këto, hiç nuk, ani, okej, i thash, mendojeni. Pas disa muaj aju kthy dhe tha, po i fillojmë pregaditjet se po e bëjmë, dhe kështu. Kështu ka fillu dhe... Sa unal? është ndalume me ligj në Kosovë. Një periudhë u bë që depoziti për lojrat fatit u bë 2 milion. Me i depozitu 2 milion euro. Dhe përsëri depozitun, u banën 1, 2, 3, po që nuk shkonin, nuk heste ma. Ra ajo si fa, si ku di une. Dhe më pas janë të ndalume me ligj lojrat e fatit në Kosovë. Ajo për bjenë si loj fati? Po, lojra fati bën pjesë. Edhe i ndalun me ligj në Kosovë dhe sot e kësaj dite në Kosovë t'i s'ki lojra fati. Cili o momente ma e sikletshëm që ke pas? Aty na kena pas me që e filluam me energjin elektrike, me rrymen, me problemet më të mëdha i kemi pas në atë fillim me shumë frigë. E fillonim çdo emision, çapo ka ndodhur me na ndal rryma, e mbi fjala kur është ndal rryma, ajo loja ka qenë duke hec me e kanë pas momente të sikletshme të ndryshme. Ka qenë marrëveshja mes meje, regjin e ka bër Agron Vula, fillimisht në radio televizionin Isteni. Baba i Ledrit, a? Baba i Ledrit, edhe Astrid Idrizi, ata kanë bërë bashkë regjin. Dhe ishte një përvojë e re për të gjithë edhe për ata, edhe për kamermanët, edhe për të gjithë, edhe Mihria ka bërë një lloj, po një regji skenike, ka qenë ajo që ka qenë shef skene, që çdo sekonde ka di çfarë bëhet, si bëhet, dhe aty ju ka thonë, tamam si regjisori që ju flet, tash bëhet kjo merre këtë, edhe i ka me bashkëpunëtorë të tjerë e ka ordinu punën komplet dhe më thonin që nëse ka një problem teknik të tillë që po nalet rryma, me do invertor, me do kombinoshim, kena pas me shenja. Kur ma bëjshin ata kështu, unë e kuptoja që sille biseden, fal diçka, dhe mundoj me trillu biseda, jo kështu, jo ashtu, bilem, ishte një këngëtare bukur. Që e bukur, edhe vazhana jem. E bukur është e bukur, nuk t'i themi ndryshe, dhe
Shta shikon një 60 vjetë, garan. Jo, nuk i ka 60, është shumë eri. Kush e kalzona 8 Jo, ishte njëra nga motrat Mustafa. Edhe sa to janë 8. 8 janë atë. Po, edhe duke këndu, në një moment goditi Rufeja, në Pallat Rinis e kishim, dhe si duket goditi dikun që në flok tua. E cenoj edhe rrymen elektrike e këto, dhe dyqysh sikur u ndal gjysmë. Dhe ajo ishte duke këndu, po ju nal konga. Edhe unë fillova me mikrofonin e dorës, me bisedu me të, me e kalu dhe po i tham kryetarit juris, e i thash, goditë Rufeja, po qysh mos me të ra Rufeja, gjithë kjo bukuri. Edhe nështu duj me gjithë batuta e gjëra me të cilat... Thuj me që të fore në Evropë së nëhen. Ama gjëna na eme ke posa një moment si klasëm. Kur ja pa të bua ti me shka thith gruja. Ajo s'ka qenë e vërtet, ashtu. Ajo, a? Ja. A më pret para se me kalzu e këm një dhërot për ty. Unë i kam thënë. E kena një dhërot për a A thithsen. Se më këtë mirë i askesh. Jo, unë, a di që unë jam pastrus shumë i mirë në shtëpi. A gjana em në kjo thithës elektrike është për ty. Po, me qëfar ju thith gruja. Në realitet, ajo ka qenë kështu. Hajde të rego ma? Me qëfar i thith një pluhrat. Okej. Në shtëpi, po ne, do t'ju japim një thithëse elektrike. Unë pak i bëja edhe si jargon, po dhe si forme paraqitjes, që flisja me shumë pompozitete, dinamike, energjie, njëherë në qytet më daloj na knaqe, kështu edhe tha veç, drejt që marë, tha na imbre, mirë bol, po tha, a di që shpi thua asaj friteze, tha, 20 euro, është tha, a ti po thu, sikur 20.000 euro me na i dhonë, një friteze, dhe kjo një thithës elektrike. Pastaj këtë batute kanë bërë me një gazeta, atëherë ka qenë gazeta Migjen Kelmendit ka qenë dhe gjithmonë kemi në jetën e përditshme që thash në fillim njeri u kërkesa, pastaj bëhemi të padurushëm, kur na del televizor dikush, shpesh su ne durojmë, su ne përbim, flasim, i kritikojmë, japim kritika me vend e pa vend, e kështu s'ka rëndësi. Në një moment kur po zhvillohej një bised që aj lere pash zotin se ndërtoj edhe kjo idea që është dëmtu gegrishtja e ka dominu toskristja në gjuhë, që për shembull për imitojnë në moderatorët e gazetarët e Shqipnisë, që bie fjala Naima Bazi i thot me çfarë ju thith gruaja për më u përshtat aty në Shqipnisë kështu dhe pe këtu bë ajo far batut se nuk ishte. Domethënë nuk kon reale. Jo, nuk ishte direkte. Me çfarë ju thith gruaja, pastaj kur doli kjo tani unë i thosh antarmen, me çfarë ju jo. Kallzëm djali Ilir Shashirit këngëtar, djali Zenit këngëtar. Se vëllo djali të subo këngëtar i muzikës popullore, në bo pare. Platori është shumë i talentum për hip-hop, R&B, por nuk don me... Ajo ka studion e ti, bile ban bita qështu edhe për të hujte për kështu. Tani në realitet është edhe një pej regjisorëve të Odeonit e kështu, por ai si fëmi ka shumë këngë si fëmi, bile që i kemi, do më thani kemi rujt. Edhe, në realitet, ajo që djali i Lirit është këngëtare i Zenit e jati tjetër. A Platori ka dorë me nejtë ma mrapa në ashtu, mrapa s'kendës. Nuk e don. Se don spotlight. Po, nuk e don publikën. Që i përmene bitat, a kere po vodë nëra gjëna jam? A kere po vodë nëra? Bëja shaka edhe kur ishte Geti, i babastarcave, sa i vete ka ba labellin babastarc dhe i tina, sa i njehet baba e kështu. Në fillimet e para e kom suportu, e kom edhe të tjerë, pa atë më shumë, sepse sigurisht që dikujt i nevojitet, edhe mu ka nevojit dikur me më suportu dikush. Dhe bilem unë jam në spotin e tyre me Elvana Gjatën atje, nëse... Në mamas ato? Elvana Gjata me kam të gjata që pretë si shpata e kështu. Jenë spota? Unë jam spot me një kapelet amon, 3 pistave kështu. Po, kur kom ba batuta, dhe
në një moment kur e kisha musafir këtë, e ka pas një këngë, tash e kam harru diçka, po u kon në g, edhe unë thua. A më kështu se s'ke provu me revolver? Ja, Hajtë bëna na erim valloj të shpejt. Ja, probleme kam, se nuk e kam kultivu këtë gjë. Okej. Po e bona tatina, edhe g, se më boni përshtypje kur i dëgjoja këngë këtë. Qa thas të anësh? Ja, filloj me qesh, se nuk e priste. Po. Nuk e priste dhe... Dhe mirë shumë, mirë, Geti ka tërgu që... Cili janë artist që e ngën kohëve të fundit, që të pëlqen? A kina artist preferum? Tashi të them të drejtën, nuk mund të them se kam një artist preferuar, po i dëgjoj muzikë shumë, domethënë unë i kam dëgju dhe i kam përcjell edhe se si po e bëjnë, gjithmonë me shpresë që me bë si ata. Po. Nëse jo krejt si ata, me bë offer. Shive, e kishim një djalë që ka kënu në X Factor në Gjermani, e musafir ishte në Odeon, edhe tash edhe publiku, dhe për që di këtu publiku të na është për të fatë mirë, edhe i zjartë e krejtë edhe... Të kallë jena? Edhe i thash kallë. O më për shka? Edhe i thash, ha Leo, si po duket tha, krejtë si në Gjermani veç shumë ma pak pare. Do më thonë, kishte fjallën që ma varfër me skene, me të gjitha se investimit janë shumë atë vogla. Buke krype zemër. Po, buke krype zemër. A gjena e mu knaqo. Edhe nej Coca-Cola, Bën, Coca-Cola me pos pare, po që jo e këthejnë anuj. Edhe dikur e kam pi shumë Coca-Cola, tani ndodhë që në 2 vjetë se pini Coca-Cola. Brisoj pive një me muqë atë në kafe, dhe të e pritë rrymën. Edhe të befasova, që thash një Coca-Cola du me bu. Ndo këtë ti në zamirijës me pensë sheshere, të runë, vishë kur po i me shëshni. Vishë kur të thirë në telefon pak të drëve në konta. A, po? Dishka të tha, kështë falem mirë se ja këthejve. Po, kush, tha, unë alë rryma, tha, ti ki fajet. Të shku na ime me agregat. A i romantik njëre? Po, unë jam shumë romantik. Për një me? Cilo sani ma romantik, që e ke bu? Po, unë kam bërë plot gjëra romantike, do më thanë, sidomos në raport me mirjen, për shembull, unë mundohem me qeni kujdesshëm, njëherë një javë me ishku me lule. Njëherë një javë. Po, bile njëherë në shtëpi. Plot këngë kam bërë, që i këndon mirja, po dhe që i kam këndu vetë, që kanë shumë romantizëm, bile pak edhe patetik brenda, që janë krejt si rezultati ati shpirtit romantik që nuk mund të nxjerri, qashtu është. Po, bravo mëre. Generata are si jena na qështë? Na lule Shën Valentin. Marë dhe për Shën Valentin që... Ja poja jo. Që që ka veta i kulleri mas ju martuna në vetë, kjo tip ka gjithërin këtu, a? Shumë e mordë. Qysh një me mas e përmene që thot, qysh po kalën e thash me nusën aty, se më do këtë keni në nusët e shpjesht dhe la? Po, mirë shumë, mirë. Na kemi apartamentin paka shumë formë shtëpie, kemi 2 katë, që ata jetojnë në katin e tyre në tonin, po pjesën... A keni zidat e fort? Po. Mirë! Po pjesën më të madhe rrim bashka, në kur kemi ko, gjithmonë. Po, a gjënajem, u knaqëm, i kom 2 loja për fund. Loja por, thirët shok a shot. Do me thonë, unë kom të abu një pytje, të ki me zgedh. Po që afse nuk do me zgedh, ki me pi një shot Don Julio. Okay. Kështë që më po vazhdoj për të amushi. Ky shot Don Julio është prodhimi ynë, po? Kjo është prodhim Meksike. Po që ka ardhur këto nga Gekosi. A e sjellin ata? Po. Se me thonë drejtën, do më thonë, nuk e kam ditë. Dhe unë për gjërat që si di, lirisht i thamë, po e pa ta shpresën, thash, mos është një lloj imitacioni i... Ja, na ka pruaj Meksikoni direkt, a zhënej. A të që kena hek me shtin kufi. E veti si aqita? Te ki me pi, jo ne. Po, që shpja bujna? Që fëse ti përgjigjesh, unë e pi. A pja bujnë, që është? Një me një, adin shtu me... A zhëna e me re gotën në ndurë. Edhe shkojna me rubrikën shot a shok. Do me thonë, që fëse përgjigjes, je shok. Që fëse nuk përgjigjes, nuk je shok, je shot. 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 Okej. Shkojna me të parën. Sa i përket zonit. Mihria a shyret e Beluli. Dhe mihria gjithmonë, po që shpo me nën. Okej. I zholla nuk përgjigjesh na njëse. A e hongra?
E se hongra Se se quve. E piva. Sa i përket ç'është më thon temperamentit. Mihrie a fjolla morina? Nëse e ke lexuar si çat temperament, çfarë e ke po, fjolla se Mihria është shumë Okej. Sa i përket pamjes, Mihria a Bia Khalifa? të që, sa i përket pamjes, Mihria a Bia Khalifa, Mihria a Rihana, Mihria a mes bota, Mihria. Po dihet. Mençuri, Mihria a Vjosa Osmani? Hajt pja lo Vjosës kësi ho masi presidente, Si profesor, të dosh me doktor, pi, po më duket. A? Kretu përgjigje, po më pëlqen. Edhe nëse të përgjigja në krejt, në fund ka me pi këto. Po 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 dihet. E sigurt. Na me derdha ato. Gjuna. 6 euro me çaj është. Sa i përket butësisë, Miria nëna Terez. Nana Terez, Nëna Terez. po, ajo shembulli i botës, tash nuk muj me nxjerr Mirin para saj. Okej, pije se u krym pyetjes. Gëzuar. 3-2 uri me viteri. Tash te e kena, e kam një lojë, domethënë një lojë të pyetjeve prej sezonit të kaluar, këto e kam gjedh, është rubrika çka menon. Edhe janë këto pyetje randome që s'kan të bëjnë me ty, domethënë Okej. çka më vjen mend e qas. A menon që burri do të mi lajë end? Po, du të mi lajën edhe du të mi kry të gjitha A i punët. lanë end azhënem? Unë i lajën edhe ti befasosh që i laj, sa mirë. Bile jam nga ata që sunë e duroj as një enë me gjithë tek lavaboja, unë me njëherë e laj atë, i laj duart, e laj atë, edhe pastaj marruja, po marrë diçka nga frigoriferin, nga... Domethënë je pro e burri mi kry do punë të shtëpisë. Absolutisht. Okej. A menon që leximi është i mbivlerësuar? Me lexu. I mbi vlerësuar. Po. Ja, unë A menon mendoj... që detonia më shumë vjen prej leximit a prej sanave që i përjeton në jetë, prej eksperiencave? Në dituria vjen prej leximit, sepse çdo gjë që është bërë në këtë botë është shkruar. E ke pas, nuk do të thot me lexu veç roman, ti lexon fizik, astronomi, Po, biologji, histori, e kështu me radhë. Kama Sutra. Edhe fiks, të gjitha janë të shkruara. Me që janë të shkruara nga leximi. Përvoja pastaj e sofistikon, e bën më të lehtë për t'u kapur, edhe e bën më të lehtë për mu didaktu, për mu me u çutet të tjerët. Okej. Domethënë, Nuk është i mbi vlerësuar, i vlerësuar është. domethënë do të më lexu. Do të më lexu. Okej. A menon që është okej dostin me thirr bire? E kishim një humor në Odeon, fa ishte shumë i bukur ai Hajde. Ismail Qemojli dhe po vjen tek spikeri i ditëve të sotme, edhe po i thot o bir kuraj. A dhe ju si na këtu në herë, i kemi thonë birë shë që shojta. Domethënë për atëherë që të ka gol. Jo, po, ndëgjoj tashi. O biri. Po, tek kjo... O bir, të thonën e ty. O bir. Krebe bir. Me keqja që o bir, arsimtarit o bir, ai, hej! Asaj arsimtari i impenjum me... Aja bir. Kësha që na em. Jo, a di që nuk i thojnë birë në gjuhën shqipe, i thojnë vrim, aj, oj vrim. Oj vrim. Aja vrim. Do me dhonë, apo ajo, të është se më kallëzove. Ja, nuk, mirë, ajo është e rrugës, nuk më i me thonë, absolutisht diçka, absolute, se unë s'du me prek, edhe ato që është relative, që është e përditshme, kjo është bo zhargon, këtu, o bir, mu më qeshet. Unë se kam përdor me asë kënd, A e ka përdor në e kështë me ty? nuk më shkon, plotët generatave të re, o bir, në jere, e kam shiqu qka. Shumë e forta. Pe sotit më së dhërë në birë po vrim. Shumë e forta. Pse në Kosovë, me të ofendu me motër, e marrën se me të ofendu me nonë. Jo veç Kosovë, në përgjithësi njeriu është çështu se me nonën është i mësum. A se nona e ka 2 vjetë. Ja, se ai tjetri e ka, Aha. baba e ka, U kry me të. është një diçka që është i mësum, thot me që nona u mësu, o shashtu, a botra problem se virginiteti. Që një pyte që se kom pas heq.
A menon që hala është tabu në Kosovë, femna do të me konë virgjina u hek? Unë nuk e di këtë gjë, se në mas nuk kam bën i matje, as unë as të tjerët me... Sa s'me bën një studim o gjënë. Po në E jam një realitet, në vrima. Po lidhë. unë edhe si mjek, kam mujtë më marrë me këtë gjë se... A mjek jo. Po... Që po kesh më luja. Me shikimin që e bona mjekia. Po është nonën a mjekje. Krejt dujoja e din. Mirë, ti je gjenerat shumë e re dhe... Çfarë doktori e? Unë mjekësi e përgjithshme. Thash mos je gjë në koleg. Me studiu çto. Edhe ku më them? Mendoj që akoma gjeneratat të tëra e kanë si kompleks që duhet me... Do të me dol me flamur japonez. që a di si, është çështje edhe krenari edhe një gjatë që ka mbet. Gjeneratat e reja që që ndahen, nuk e regjistrojnë të gjë, po në gjeneratën time ka pas shumë rëndësi. Po të se ke pas këtë problem. Se e ke marrë mirinë si i ri, dëshush e ke grabit. Po, në realitet unë mirinë e kam njohur në vit 4 shkollës mesme. Nuk e kam grabit. Na me mihrin bile në atë periudhë, nga viti 1985 deri në vitin 1992 kemi bashkjetu. Që për në atë kohë o konë një tabu a di si bisedohej në herë. Për shembull në ndonjë mbrëmje ose ndonjë event ose kur hynim ne, ka ndodhur që në për tavolina. E këta, si janë martu, po. E çfarë po bojnë? Po jetojnë bashkë. Ma ka. E apretet mu martu me bo fëmija e nesët para martesë? Jo, në realitet ne kemi u lodhëm dikur, se me gjithatë sado që bashkjetonim, Mihria shkonte në Mitrovicë, familja, ktheheje, ishte një obligim, pa tjetër, sikur fëmiju ndaj familjes, ndaj prindërve, ndaj që, hej, po t'ja tash krejt në Prishtinë, po rrëna kështu, edhe kemi qenë në Amerikë, kemi nejt një 5 muaj e 20 ditë, kemi pas koncerte, mbrëmje, kemi kënduj, kemi fitu do pare, se ishte periudhe vështirë shumë, dhe familja ime, baba ishte profesor, une në mjekësi, isha në fund të studimeve, do më thonë pak pa diplomu, Besimi vllai ishte një student i shkëlqyshëm, 2 fakultete i mbaroj, filloj me punu në Radio Prishtinë, na qitën Serbia prej... Vllai i vogël ishte i ri, sapo kishte fillu studimet dhe familja jonë doi me gjetë një model çush me jetu, me ekzistu ose me shku në perëndim, me shku në... Dhe si fati mirë doli kënga jonë. Prandaj edhe unë si doktor kam punu veç 2 muaj në jetën time dhe kaq ka qenë. Edhe si këngëtar fitoja shumë. Dhe njeri spektakleve Halo me që të pore rënën i eventeve të në hershit atëri kemi vu do baza mirë, ka qenë shumë mirë. E rëndësishme, gjëja e parë më e rëndësishme ka qenë mos më u dorëzu Serbis, mos më ra. Se nuk ishte dorëzim veç më u dorëzu këtu, dorëzimi ishte edhe nëse shkoje, se njerëzit që kanë shku në perëndim s'kan pas rrugë tjetër. Nuk kanë pas çka me bon, absolutisht. Dhe se keni idenë ato vite, mund t'ju flasin prindrit tuaj, sa vaj, sa mërzia, sa gërbeti, sa vujtja. Apropo kësaj të tregoj një gjë. Ka bon Selami Kolonia, është një këngëtar i jashtëzakonshëm, një artist, është profesor. Një këngë erdha nënën nga gërbeti për të parë moj me sy. Ah, i mjeri çfarë më gjeti, kishe mbyllur ata sy. Nëna ime, se besoj se s'je më ti. Do më thonë, sa dhëmbje, sa nonat... So dët, asë e kështë jo shumë mirë kënu. Sa nonat janë mërzit, sa vaj, sa lotja është derdh, për i kanë mungu njëri tjetrit e kështu. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë e kam lënat edhe mbeta këtu, nuk jam i paknaqur, jam shumë i kënaqur, edhe po të kthehesha nga fillimi prap do ta bëja njësoj. Dhe mbeta në botën e këngës
Dhe mirë boll, do më thonë kështu, por u kthym prej Amerike me shumë ëndra, me shumë dashuri dhe me që në Amerikë 5 muaj 20 ditë ma ishim bashkë, 24 në 24, mos kishte zgjidhje tjetër, mos mujna me najt heq pa njëri tjetrin dhe e bëm dasmën dhe u martuam. Të pas ka pështu Amerika, po më nuk. Me thonë drejtë E Vladin, ku e keni nis? A? E Vladin. E Vladin, pastaj e kemi nisë se Platori është lind me 1994 në ora 11:45. Ketë me 11 që. Interesant, ë? Ndo këtë edhe jo kanë 11 apo të nisë, atërë, 9 muaj më herët. 19:0.5. U puthëm. U puthëm e u përputhëm. Të dyat. E që ta të bigot që labi me qaropat njërijës po sillet e varë. A, labi, tash du me të kështu personalisht? Dëgjo, nuk e kemi njoft, unë bile më s'kom pas lidhje se që apo ndodh, ato e kanë pa në këto rrjetet sociale, po më duket në TikTok, apo në mihria me qërap, me fotografinë e mihrijës, në kuzhinë. Qa ta pi që do rënë patika, sa s'po dërë me shti mihrijën në të keqe. Unë se kam përcjell shumë, po ishte një djalë jashtëzakonshëm. Fillimisht, mihria më ka thonë, mu ka duk që është të bënë i batut jo me shije, kështu në. Po, pastaj... Por një me simpatia, kur e kanë marrë në televizion, edhe ai ka thonë, po, unë jam rrit me këngët e mihrijës, kulmi edhe të unë dhe të shtëpia ime ma ka dal konga, kështu me radhë. Dhe du me të tregu që në një javë kur ka qena i rrezikuar, që mihria e ka bo atë... Postimin, Jo, mihria e ka bo qorapat me fotografinë ati. Po... Edhe ka shku 3 milion klikime ka shku. Në asi dhe përgjigja ka qenë që vallaj miri e pështove. Dhe dëshira jonë ka qenë që të shpëtoj ai në atë javë. A unë se kom pa pikrisht atë javë. Kur del garant kom ju thonë ai kongë me bo bashkë. Mirë, për shembull ishte interesant, një djalë i rritur i edukuar në Gjermani. Që të kongën ma ka dal për ty e ka qitë. Sa të shumë agresiv. Po këngën ma ka dal unë e kam ba. A po? Të i thonë vetët nalën pak. Edhe tekstin e kam shkru unë edhe... Krejt. Absolutisht. Do më thonë jam autori këngës. Po. Ka është një ndër këngët më të mira që e kene? Jo, Miria, ka shumë këngë të bukura në karrierë, po kjo si duket ka bo bumin më të madh. Po, e ka po sa të hajpën e vetë. E ka një tik. Miria ka ardhur në botën e muzikës shqiptare në vitin 1991 me një këngë për ushtarin tim që autori së cilës kam qenë unë. Okay. Edhe më pas ka pas shumë këngë, lotet në përfaq, pastaj Zeher për merak, pastaj Puthje Kosovare, pastaj janë shumë këngë që kanë. Po Eja në Prishtinë, ka qenë një këngë, po ta duash dashurin, edhe i kësaj këngë jam autorun. Eja në Prishtinë, azeshkane a bjondin, shife bukurin. Dhe më tregonin pastaj njerëzit që kanë përfundu gjatë luftës, qoftë në Amerikë, në Australi, në Londër, në Norvegji, në kudo, tha i prisnim letrat, momentin mu këthy mrapa me ardhë, edhe tha kur mërziteshim mas shumë t'je këndonim këtë, po ta duash dashurinë Eja në Prishtinë. I keni prekën tel, i keni prekën tel. Para luftës është bërë kjo, bile është bërë një klip nga klipet e para të bukura, kështu që është bërë tek një... Nostalgjia, Po, dëshira ka qenë me i bani këngë Prishtinës, pse Prishtinës që kanë këndu plot këngëtar, vazhdon të jetë kampion kënga e Sabriut, pranverë në Prishtinë, po Prishtinës që kanë këndu plot këngëtar, që ta shkovës fundit e kam këndu edhe në një këngë që mendoj që është shumë e bukur. Në Prishtinë, në Prishtinë, eja në Prishtinë. Po, pa gjanajmë falenderit shumë, shpresoj që e knoq. Fesë unë jam knaq, absolutisht, dhe kam kalu shumë mirë, dhe unë, për mu bile është me kuriozitet, kontakti, jemi generata shumë të ndryshme, dhe ty të përgëzoj për punën që banë, për shok, apo shot podcast. Shot podcast, s'kena dritë, sa të s'ko lidhje. Okej, shok podcast, dhe të përgëzoj, dhe
me thënë drejtën, më bën të ndihem shumë më mirë që një djalë i ri zgjedh një rrugë autoktone, si të pavarur të koekzistencës në këto kohë të vështira, qanë vetë. Po. Edhe të dëshiroj shumë suksese, punë të mbarë, edhe të mos mbarosh veç me këtë. Një ditë dua të shoh edhe në një spektakël më të madh. Kes me Telebingo ndyshe, nuk kam udhësh. Telebingo! Falënderit shumë. Shiku se dashur kjo ke kejt me neve ke Naima Bazi, kjo ke epizoda pare sezonës së 6 të Shok Podcastit me mu Fisin, na vishrieme javën tjetër.